rregullit, kur çështjet e punëve shtëpiake kthehen në arsye reflektimi dhe riorganizimi të vetes. Fiksim për disa, domosdoshmëri për shumë të tjerë, por edhe tundim për një pakicë. Profesionistët e pastërtisë lindin në rrjet, me tutoriale ku tregojnë këshilla dhe teknika për të pastruar. Imazhi shtëpiakeve me pantofla plastike dhe bigudina ka ndërruar përfundimisht. E kush mbeti pa i përveshur mëngët dhe kapi sfungjerin e parë, sidomos gjatë kësaj pranvere në izolim. Mani për disa, nevojë për shumicën, tundim për ca të tjerë. Riorganizimi dhe pastrimi i shtëpisë është një nevojë të cilës vështirë që t'i shpëtojmë. Ka nga ata që argëtohen, ka që vetë kënaqen, kush është i aftë, kush e provon një herë dhe kush i beson profesionistëve të pastërtisë që çmenden edhe në rrjet. Shumë të suksesshëm tutorialet për të mësuar, këshilluar dhe sugjeruar. Kështu zbulojmë se ikona e veshur me shapka dhe bigudina në kokë e shtëpiakes në kujtesën kolektive, sot është një trashëgimni e kapërcyer dhe e mbuluar. Sot, mbretreshat e punëve të shtëpisë janë bërë pjesë me të drejta të plota në botën e të famshëmve dhe influencerave. Kohët e fundit me hashtagun Cleaning Time, koha për pastrim, postimet janë shtuar, duke vënë në plan të parë vlerën e shtëpisë tonë dhe mirënjohjes që i detyrohemi. Me pastrimin, ne riorganizojmë, eliminojmë dhe reflektojmë mbi gjërat që na nevojiten, duke vendosur edhe një herë tjetër një ekuilibër të rigjetur ndërmjet trupit dhe mendjes. Askush si ajo nuk e ka përkthyer këtë citim në një burim qetësie të madhe. Hi, I'm Marie Kondo. Many people have asked what I use in my everyday life. Të organizosh shtëpinë për të vënë rregull mbi të gjitha brenda vetes. Quhet KonMari, metoda me të cilën në pak vite, japonezja Marie Kondo ka pushtuar të gjithë botën përmes blogut, serive televizive, librave dhe miliona ndjekësve. 片付けレッスンの前、私は必ずお客様のうちにご挨拶をしています。こうすることで、なんとなくお家とつながって。 Leksionet e saj me zbardhues e yoga fillojnë gjithmonë me një falënderim për hapësirën që na mbron, për të shtrirë më pas në detyra të ndryshme, ku sirtar, dollap dhe kuti bëhen mbajtës të ndjenjave. Punët e shtëpisë janë të paevitueshme edhe për Big Mamën, këngëtarja shqiptare 34 vjeçare nga Tetova, që tregon se ndonse disa mund të jenë më të këndshme për t'i bërë, ka edhe nga ato më të mërzitshme. Marë fshisen me rry, edhe ja nisi knoj para non-step, më duket vetja se koncerte s'ka, mo qashe, patëm punë e koncerteve. Qa me bo, si gjithë gratë këto ditë e pandemisë që kanë bo, kanë lajt, kanë shpërlajt, kanë kshi, edhe unë një në mënyrat e këmë zgjedhjen kacë.
Vizione inkurajuese që nuk mund të bëjnë veç se mirë shëndetit dhe shpirtit. Dhe kështu mund të mësojmë të jetojmë në shtëpinë tonë, si vend për mirëqenien e rigjetur. Ky ishte cover dhe për sot. Ne do të shihemi përsëri javën e ardhshme me të tjera eksperienca të bukura dhe të reja. Pushim e javë të mbarë. Për të ndjekur më shumë video rreth programit ton, regjistroni në kanalin ton zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar tani në butonin më poshtë. Faleminderit që na ndiqni.